Largimi I dhunshëm I gazetarëve të akredituar në 24 dhjetorin e vitit 2012 nga Galeria e Kuvendit derisa po ndiqnin debatin për miratimin e buxhetit, sot mori epilogin nga gjykata e Strasburgut, e cila gjykoi në favor të gazetarëve. Naser Selmani, Natasha Stojanovska, Frosina Fakova, Snežana Lopevska, Biljana Bogdanovska dhe Toni Angelovski ishin gazetarët protagonistë të kësaj ngjarje, të cilët kishin deponuar ankesë deri te gjykata kushtetuese, e cila e refuzoi atë me arsyetimin se sigurimi I Kuvendit kishte vepruar në mbrojtje të tyre. Por gazetarët çështjen e quan në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit, e cila vendosi në favor të tyre. Gazetarja Snežana Lopevska ngjarjen e tillë të njohur si hëna e zezë fituan në Strasburg dhe me këtë u dëshmua sipas saj se çfarë gjyqësie funksionon në vend. Jasno ni беше дека ние имаме право на слободно изразување и дека имаме право да E kishim të qartë se ne kemi të drejtën e lirisë së shprehjes, të bëjmë punën tonë të gazetarisë. Ajo që ndodhi në gjykatën kushtetuese është reflektimi I shoqërisë së Maqedonisë. Shpresoj që në të ardhmen nuk do të jetë ashtu. Për atë ngritëm padinë në Strasburg, e cila për fatin ton mbaroi pozitivisht dhe u dëshmua për kushtimi ynë se gazetaria nuk mund të heshtet. Lopevska tha se ky shembull duhet t'i shërbejë gjyqësisë së Maqedonisë të shohse ku gabon, por sipas saj, kjo shërben edhe për politikanët të cilët duhet të fillojnë të respektojnë ndarjen e pushtetit në vend. Gazetari Petrica Raqini thotë se vendimi I Strasburgut tregoi se sistemi juridik në vend nuk është funksional. Kjo është një fitore e madhe për lirinë e mediave dhe për komunitetin mediatik në Maqedoni, për atë pjesë të komunitetit mediatik I cili vite me radhë luftonte për lirinë e tij dhe luftonte për lirinë e shprehjes dhe për lirinë e informimit të gjithë qytetarëve në Maqedoni. Ky verdikt dëshmon se sistemi gjyqësor edhe sistemi juridik në tërësi në Maqedoni ka funksionuar nën diktatin politik të partive në pushtet. Në ninin 6 të konventës në të cilën thirrën gazetarët, thuhet se çdo kush ka të drejtë të kërkojë drejtësi brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj, për shqyrtimin dhe përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile ose të çdo akuze penale kundër tij. Sjellja e buxhetit të vitit 2012 në bazë të arsyetimit të gjykatës evropiane që u pasua nga një tension midis qeverisë dhe opozitës arriti kulmin kur deputetët e opozitës e rrethuan kryetarin e Kuvendit, pas së cilës situatë ai kishte urdhëruar sigurimin që të mbajë rendin. Me këtë vendim, sigurimi fizikisht I ka larguar nga salla deputetët e opozitës, por edhe gazetarët nga Galeria e Kuvendit, duke përfshirë edhe 6 gazetarët që u ankuan në Strasburg.